pezullimi i një ministri me iniciativën e një prokurori dhe vendim të gjykatësi është një rrëmbim i kompetencës së kryeministrit. Po gjykata dhe prokuria janë për të hyrë në çdo çështje që ka krim. Është një betejë institucionale gjyqësore për të mos lejuar atë që nga Komisioni i Venecias konsiderohet shkelje e palejueshme e kufirit ndarës mes pushteteve. Absolutisht mashtrim në çdo germ, në çdo fjalë, në çdo frymë. Partia Demokratike do të bëjë një padi për mashtrim publik ndaj Edi Ramës. Ai do paditet që nesër nuk ka asnjë dokument të Venecias që të thotë se pezullimi i një ministri është shkelje palejueshme e kufirit ndarës midis pushteteve. Jemi rikthyer në studio për të folur lidhur me këtë çështje shumë të rëndësishme që pritet vendimi i gjykatës kushtetuese sa i takon çështjes së zëvendës kryeministres Belinda Balluku, ndërkohë zoti Rama sot doli me një reagim publik. Zoti Krasniqi duket se pas sloganit vendimet e drejtësisë nuk komentohen, vjen slogane që vendimet e drejtësisë edhe mund të komentohen. Është drejtësia që kërkon të lidhi këmbët politikës apo politika këtë herë është bërë bashkë edhe po përpiqet të çajë atë rrjetën e madhe që kjo është një situatë absurde. Çdo institucion ndërkombëtar, përfshirë dhe Komisioni i Venecia, çdo akt ndërkombëtar që lidhet me vendet demokratike, parashikon që një zyrtar i korruptuar ose i akuzuar për korrupsion përballet me drejtësinë duke u larguar nga funksioni përkaq sidomos kur ka një akuzë dhe një mazë direkte. Kështu që alibia për ta çuar është më shumë në kontekstin shqiptar me shpresën që bëhet një numër votash në gjykatën kushtetuese. Zoti Rama që është partizani i drejtësisë, le të kujtojmë, zotin Ballani bëri një gjë. Fitoi zgjedhjet dhe nuk i dha mandatin, duke thënë që do vendos drejtësia dhe nuk pyeti, nuk e lejoi as për të bërë betimin edhe kur kërkuan, po themi për ta bërë siç u bë në kohën e Covidit me online etj etj. Kështu që ka shembull sa dush që ai vetë i ka ndjekur krejt kundër dhe i ka analizuar dhe i ka mbrojtur krejt kundër. Para një muaji mbrojti variantën e shkarkimit kryetarit bashkisë nga kryeministri, që ishte ndërhyrje absurde e një pushteti në pushtetin tjetër. Dhe gjykata kushtetuese refuzoi. Dhe në moment që mori vendim gjykata kushtetuese, ai nuk doli për të thënë që kam gabuar dhe që kam kapërcyer limitet po themi e ndarjes kushtetuese, por tani gjen pretekstin tjetër, por një nga gjërat që më bëri më shumë përshtypje të them drejtën. Çfarë njerëzit mësojnë? Se ju i keni studiuar për vite me radhë. Po them, duket gjet luksi, por unë vura re sot që në ligjërimin e tij unë kuptova që zoti Rama nuk e ka idenë e as ligjit as kushet, domethënë në terminologjinë, kulturën ligjore. Sepse citimet që ai përdori dhe referimet që ai përdori nuk kishin lidhje me asnjë lloj legislacioni as në vendin e Bashkimit Evropian, as në Shqipëri dhe as konceptet e demokracisë. Çfarë do thotë që ideja që ma thonin dikur edhe ekspertët e PS-s që thonin për reformën drejtësi na ka dhënë miratimin se s'e kupto, jap drejtikut drejt, domethënë sepse un kam menduar që për shkak funksionit kryetari i ekzekutivit, edhe kur s'është jurist, ne s'e kemi pas jurista. Këshilltarët që po s'e kemi pas jurista, po krijojnë kulturë juridike, se je detyruar veprosh me kulturë juridike, sepse kur dele mbron, sepse ky doli mbrojtje, tha un jam palë në proces. Dhe përdori ca argumente që nuk ekzistojnë. Nuk ekzistojnë as edhe teoria e drejtës në demokraci. Dhe kjo është shqetësuese sepse njerëzit që kur nuk kanë konceptin e drejtës, imagjinoni që 24 orë merr vendim për drejtat tona. Drejtat e pronës, drejtat e arsimit, drejtat shëndetësore, drejtat sociale, etj. Po dhe përgjigja që jeni nga opozita vura re që s'kish fare koncept drejtës. Do hell në gjyq thoshte për mashtrim. Ai ishte konferencë nga ata që bëjnë ta në Facebook. Sjellja e opozitës duhet të jetë serioze, sjellja e opozitës duhet të jetë parimi numër 1. Çdo zyrtar që ka një akuzë ligjore duhet përballet me drejtësinë dhe historia e mbyllur. Ka qenë në vitin 2002 opozita e sotme e ka mbrojtur në atë kohë që të hiqet imuniteti deputetëve fare në moment që ka një akuzë. Pse hoqën dorë nga ky lloj parimi në atë kohë? Dhe për vete kërkuan, dhe kur patë raste tjera kërkuan praktikisht edhe masën e sigurisë kundërshtuar të tjerë. Kështu që duhet, ky është problemi i madh, se këta shohin njëri tjetrën dhe flasin për njëri tjetrën dhe popullin dhe publikun e konsiderojnë si turm që kërkon ushqim, nuk ka nevojë se çfarë ju themi se ata besojnë gjithçka. Por e shoh si shqetësim madh faktin që kryeministri i një vendi që do të hyjë në Bashkimin Evropian bën një deklaratë shtypi publike, hera dytë që bën drejtuar gjykatë kushtetuese një trup pavarur dhe një presion publik për një vendimarrje e cila do vendos një standard demokracie në Shqipëri. Dhe shpresoj shumë që gjykata jon
ta ketë të standardi. Seansa që ne pam për kryetarin e Bashkisë së Tiranës na dha një lloj shpresë që aty dominon një lloj fryme profesionale, po them drejtën, 3 nga njerëzit që votuan kundër, 3 njerëz që unë mendoja që kanë një lloj integriteti dhe duhet votonin pra. Por do të thotë që një vend i vogël, ku gjithë jemi kushëri dhe kanë lidhje, kanë interesa, si duket ndonjëherë edhe këto lloj elementesh dysorë dominojnë mbi logjikën profesionale. Pastaj varet sa i madh është fisi. Zoti Shehi. Unë kur ka fillu kjo histori, kam qenë këtu edhe them që këtu s'ka një çështje Balluku. Kjo çështja Rama. Se këtu nga këto punë ishte Velia, ishte Ameta, 2-3 ministra. Kjo punë është një histori pa fund. Edhe ky nuk mund të qivet më mbrapa gjishtit, sigur ky se dika dhe të gjithë këto operogan për qark këtit në qefta se ku e diun, se me gjithmen njeri u mund të fuzi, ku e diun e i qarkmak në gjep, i kamion nuk futet në gjep, e kupto. Kështu që, po t'ishe për mod, duhet kështë majtë një qëndrim normalja, korekt, si që bëhet zonjë, t'ike këto probleme, ike s'keroj, shala del pasi probleme, hajde këtheu, dhe ishe mbyllje, nuk ka nevoj gjithë kjo hartimi gjatë, që ne s'hykemi në Europë, se i ka i zëvëndës ministrë. Por e kjo kanë të rru një 50 ministra e zëvëndës ministrë. Së është bloku fare, asë proces. Ka qenë vetë ministrë jashtëm. Kuptot i është kësa funksione ka lënë këj biles tu në Shqipëri, jap me të pytë ty, që je gazetari politike, mi thuj e sa zëvëndës kryeministra ka pas Shqipënia. Kosëra. Se barë më të njeri. E më thuj. Ka qenë zonja Senida Mesi, ka qenë zoti Ahmedaj. Sani përpara. Braçja. Zoti Braçi, Peleshi, pasi përmbysh. Peleshi, Braçja. Ka zoti Peleshi ka qenë i pari. Ka qenë vetëm I la Bashkinë e Korçës. E opozitës. E opozitës. A merë veç sa pas kanë qenë zëvëndës kryeministrat qëtë. Kështu që kjo e gjitha është një histori. Ajo që bërit do t'ja kujtojnë, sepse a ishe i presioni hapur da gjykatës kushtetuese. S'ka nevojt ma gjithë të fjallime këtë boshar, do pengohet integrimi. Po lartë kjo vdes nesër në i minister tjetër në i bëtë. Si që bëhet kjo punë, si u zgjidh ka kjo punë. Zëma, këto e justifikime këtë. Unë të thash, uroj që ajo zonja dali e pa probleme nga kjo punë. Por kjo nuk i prish punë Shqipnisë. Sa shkjallë. Ajo halë në katë vetin me sigurisë, si duket në të gjithë të historiera, dikush ka hapi letër, si shhapi a i Ahmeta i se ka, dhe nga këto të mërtashtu, nga ministra që s'kan folë fare, me thënë drejtën, e keni qarë që është mërtaja i ligji, i mafja si ti mos folë që ti rujmë ne ca interesa, kujdesim i ne për familjen, edhe ka ndodhë Shqipnia, se me gjenë këtu do këshim të gjuhë atare. Si duket këtë rallë nuk është rasti. Gjithsesi, ligji e ka qartë shkrume. Kush është në netim, kryeministri duhet pa tjetër t'i thot jep dorëheqjen. Po se dhanë dorëheqjen, duhet ta dorëzojnë ke organet, që është kjo punë të shqip. Gjykat këtu, gjykat atje, çfarë do zgjedhim me këtë punë? E zejmë se gjykata po jip ka drejt zonjës tjetë prapë zëvendës kryeministri. Ose si që dha atit bashkisa që tjetë. Mendoni që vlenë të njerës për të firmës më në emër të shtetit shqiptar. Si që e kjo punë? Ose këtu do mbyllë gjykata atëherë, kjo s'pake këto gjare, jere mirë. Si do këthet a i në bashki Tiranës, po e zemë? Si me qërat tuje, qëfar do firmosi a i, qëfar vendime që do mare? A i është akoma në qeli, që është kjo shtetë, dhe me thënë? Jemi në kufit e absurdit tu, edhe teatri absurdi ka ca regula më brenda. Nuk është fare ashtu. Kështu që unë të them që a i gaboj, edhe opozita e ka këtë shansë. Hajde të bëjmë opozitën tonë, për që me thonë të reflektojmë ne vetë, për në qofë se si jemi të zëtë, edhe më brenda vetës me e patë njëjtën situatë, unë them që do të kalojnë këtë lojë situatë, ky vënd do është garavitet, si që është garavit deri të shi, jo Europë që s'kena për ty ne. Me thënë drejtë, se kur them 2027 e ardhi për 2 vjetë, pas e qenë shumë afër kjo Europë, se pas kemi pane. Por, unë them që së është vetëm Europë kjo punë, është që është ky vënd, a ka mundësi të vetë korrigjohet në i farë mënyrë, apo është fare pa
pa shpresë. Unë them, kam I varë, si me thonë, entuziasmi është fjale madhe, po I farë shpresë. Qofë se opozita shqiptare, rinovohet vetë, rikryojmë një raport, do me thonë, I besojmë drejtësisë që sot me gjithë defektet që ka. Dhe në fakt defektet e drejtësisë nuk janë këto që marret me politikë. Defektet e drejtësisë janë ato 30-40.000 dosje që nuk gjykohen atje. Emergjencë kombëtare. Që njerëzit nuk kanë marrë pronë vetë, që s'kanë marrë drejtësinë për fëmijët që mund të jenë plagosur. Ky është halli që ka drejtësia. Po këtu drejtësia ka ratë është në këtë lloj debat. Ky është propozimi im. Propozimi tjetër që thotë se dëgjova zotrin që tha s'keni ide se po ty jam rreshtoj unë idet ka fillimi deri në fund. Ideja ime e parë është prishja e paktit të pisët të 2008-ës, Rama Berisha, që ndryshon kushtetutën e Shqipërisë, prishën raportin midis institucioneve, prishën balancën që kishte shteti shqiptar. Prit. Ku që skandali 2008? Prit, kjo është e para. E dyta të ndryshojmë sistemin zgjedhor. Tash si dëgjova dy dëgjove ti mua. Zoti Burimi, ta përfundoj replikën me ju dhe do ja fjalën. Sa duhet. Po ta shpjegoj çfarë. Ju lutem. Po ta përfundoj se s'ta tha argumentin zoti Shehi. Ju lutem. Ta presim fjalën neve. Zoti Shehi, këtu perëndim nuk I njohim neve këta senatorë si puna juaj, Zotari s'ka pyet shumë për çfarë, edhe një po pyes, po të sfidoj. Në 2008-ën ku që problemi ta kuptoi edhe shqiptarët që s'merr. Po, ja ta them unë. Po. Zhveshë presidenti nga kompetencat. E riktheve prit, ja pra. Gjoni ka bërë, kush problemi? Po dëgjoj pra zoti Burimi. Dhe Italia sot do bërë reformë. Ku është problemi demokratik? Po dëgjoj zoti Burimi se po ta jep përgjigjen. Shpjegoj më burr, qoftë se s'do më kuptohet tjetër. Po nuk është skandal më zotëri të thuaj se kush ishte anti-kushtetuese. Bën reforma institucionale. Okej, të lutem zoti Burimi, të lutem sepse po të jep përgjigjen. Ora unë po të jap përgjigje më pyet po të them qoftë se e di se si ka qenë kushtetuta dhe si është bërë. Shumë mirë do të sfidoj, dhe një herë. Unë po them, hoqe. Pa asnjë problem 2008. Prit. Kush është problemi? Po ja pra unë po mundoj me ta shpjegoj më burg. Çfarë presidenti, ku është problemi? Një president që nuk është zgjedhur nga populli, nuk duhet të ketë fare kompetenca, diti? Si Italia, si Gjermania. Po zoti Burimi, po ja ju thot zoti Shehi, ju lutem dëgjojeni. Zoti Shehi, mos e shikoni si naiv, debati është debat. Po debat, debat po dëgjojeni se debati është kur e dëgjon tjetrin. Ora nuk po duam me bë debat me ty më burr. Çka më gjë zoti unë. Unë po mundom të shpjegoj shqiptarëve se çka ka kushtetuta. Ku defekt. Një. Po ta them, prishi balancën midis presidentit edhe parlamentit e institucioneve tjera dhe kryeministrit. Praktikisht kushtetuta 2008-ës e bëri Shqipërinë me një kancelar në I farë mënyrë. Po I cili nuk zgjedhet direkt ka populli. Hoqë emocionet. E dyta bëri një ligjë zgjedhor që deri më sot Shqipëria e ka në shpinë, që e vertikalizoi pushtetin, që ja dha në dorë kryetarit partisë me listat e mbyllura, kjo që ndodh sot. Edhe ky është deformimi më I madh që është bërë demokracisë Shqipëri. I hoqë shansin, mundësinë edhe forcave të reja alternative të hynë në garë politike, se nuk hynë do të më sot, se t'ja ke zënë derën me liqë, e ndau Shqipërinë në 12 provinca, sigur me qenë Kina, një që ka 20 deputet si Tirana, 30 sa, një që ka 3 si Kuk, si Gjirokastër. Vota. Pa barabartë, pesha e votës. Marë nuk do më burë. Po mësoj një shkak se dini kjo ndodh është gjë më banale, më ordinere në gjithë botën perëndimore. Nuk ndodh pranë të gjithë botën demokratike fare, aq më tepër në një botë si kjo e jona që se kishte për tradit demokracinë, në krye të 15 vjetëve në një farë mënyre, vend që t'i jepte një shans kësaj situate që është Shqipëria ta emancipohej si demokraci, ti e grumbulloven në dorët e dy vetëve. Dhe jene këtë situatë sot që ankohesh nga kjo punë. Ora mund të ketë demokracia ashtu si thotë tjera dhe në Amerikë, po ka tjera institucione. Ja ky është. Prandaj unë jam kundër, unë jam kundër asaj kushtetutë, masaj se ç'mendon ti më intereson çupa.
mos merrni me formën. Nëse keni përmbajtje të mirë si opozitë, si parti, nuk ke problem ti forme. Ai po do të për ty. Ora, unë po të them të që kjo është ankimi im më pyte. E dyta. Kjo një diskurs keni, po bëjnë kështë harat, me kësë keni fuqi të bindni. Ju lutem zoti Burime, në rregull. Ju lutem. Kapi në ke struktura. Është problem që nuk keni idea. Okej, kthehemi tek pjesa se jemi në pjesën e dytë. Ju lutem zoti Burime. Ky është debati pjesës së parë. Ta mbyllim Po se jemi tek çështja e zotit Rama. Duhet po shikojmë një kryeministër të trembur. Pse them është i trembur? Sepse tek dosja në cilën përmendet Balluku është vetë Edi Rama. Nuk e pam trembë për çështjen Ahmetaj, nuk e pam trembë për çështjen Veliaj. Këtu ka dalë me gjitha bateritë në sulm. Dhe në shkeljet plot ligjit shqiptar, i cili është standard ndërkombëtar, që nuk i lejohet një pushtetari të ushtrojë ndikim paligjshëm ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve që hetojnë një çështje konkrete. Ky zotëria bën presion nga mëngjesi në darkë. Tha, janë këta dy gjyqtari me prokurorin, tha, i identifikojë si armiq, të cilët tha kanë bërë këtë paçavurë që po pengokan këtë qeverinë shqiptare, të funksionojë me radhë, gjë që është totalisht e pavërtet, sepse asnjë prej ministrave, cilët mund të jenë deputet për mos jenë, nuk pengojnë mazhorancën të ecë përpara. I tha publikisht, sfidoi publikisht Partinë Demokratike, më gjej thot një rast të ngjashëm në Europë. Në Europë është ky standard. Ka plot zyrtar publik që kanë marrë akuza në detyrë, të cilët janë shkarkuar me njëherë nga e prori tyre. Se ky është standardi. Nuk mund të konceptohet që dalin bëhen publike mesazhet se si ndahen tenderat publik, parat e taksave të shqiptarëve, dhe të vazhdoj të rinë detyrë dhe kryeministri të bëjë avokaturën. Kjo tregon që parat të këta i kanë ndarë bashkë. Te kjo logjika se e përmendni që para është shumë e rëndësishme. Sot lufta e vetme është Ukraina. Krye negociatori i bisedimeve u shkarkua shefi kabinetit. U shkarku dhe askush nuk tha vendoset fati Ukrainës po na largua atë. Po gjithë tanë hetojnë dhe ai vetë dha leje organeve për të kontrolluar shtëpinë. Sot jemi dëshmitar të ditëve të fundit të kësaj qeverie dhe unë uroj që prokuria të marrin mbështetjen maksimale edhe nga partnerët për t'i dhënë kuraje që këtë çështje ta çojnë deri në fund. Në çfarë nisesh në këtë media? Është thjesht politikisht? Jo pak, ja, në këtë media. Lisandër apo ke burime të tjera? Jo më herët se para 20-30 ditësh kam bërë deklarat që kjo qeveri mund mos hajë gjelën e detit. Këtu, ndoshta edhe nga kjo studio. Bashkërisht kemi qenë, Aleksandër, por nga çfarë nisesh? Ja si erdhe ngjarjet sot. Edi Rama është kthyer në rrezik potencial për sigurinë kombëtare të një vendi NATO siç është Shqipëria, për sigurinë kombëtare të partnerëve strategjik, përmes investimeve korruptive të grupeve kriminale, siç ishte klani Hysi, por nuk është i vetmi, i dizenjuar nga qeveria amerikane si pjesë e klanit Sinaloa, Sinaola si e ka, dhe ky lloj partneriteti, kjo lloj lavatriçe parash, e cila ne shohim të kudo në qytetin e Tiranës dhe në Shqipërinë pikat kryesore turistike se janë investimet e tyre, është e padurueshme për partnerët strategjik cilët kërkojnë tashmë. Kjo mendoni se është arsyeja? Kërkojnë tashmë dhe Rama jam i sigurt që rrezikon të shpallet pjesë e organizatës kriminale. Nuk është e rëndë kjo. Ka një grup strukturuar që kanë bërë letrat, që kanë dhënë pronat publike pagar. Po ke burime për këtë, Lisandër, apo thjesht deklarat politike? Jo, nuk është deklarat politike. Kanë marrë përsipër të pastrojnë paratë. I referohet burimeve tua si politikan? Patjetër. Kanë marrë përsipër të pastrojnë paratë e grupeve kriminale me marrëveshje sekrete. Në takime që kanë patur, Zoti Berisha përmend Aruban, po janë disa takime sekrete sa natyrë. Burimi është i nivelit qytetar digital, politikan digital, diplomat digital. Nuk pyetesh për burimin, rëndësi ka ti dish gjëra. Jo, më themi niveli. Niveli është i besueshëm. Okej. Zoti Rama rrezikon të shpallet bashkë me ministra dhe drejtor pjesë e organizatës kriminale për shkak të ndihmës që u ka dhënë grupeve kriminale për të pastruar paratë Shqipëri. Është kthyer në rrezik publik. Prandaj unë gjykoj që është në ditët dhe në orët e veta të fundit. PD-ja në këtë rast duhet ta marrë veten dhe tjetë tani po përdor një fjalë nga ato që nuk i ka qef zoti Shej, në lartësinë e duhur. Lartësinë e duhur. Edhe pyesim zotin Hoxha duke qenë se media e tij është cituar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, kështu që ca gjëra është situar për këtë rastin që po thot ky të Sinaolës tek raporti që grupi i lobingut i fuqishëm ku ekziston edhe Alfa Press. Po, i dërgoi sekretarit të shtetit Rubi. Ajo që u publikuan far. Çështja është kështu.
Belinda Balluku, për mendimin tim, është thjesht shpesh përpiqen që ta mitizojnë e tjerë, por është thjesht një nga ingranazhet, është një pjesë e ingranazheve të gjithë makinës që ndërtoi Edi Rama që në fillim, madje që para se të vinte në pushtet 2013, se ne harrojmë shumë shpejt. Vetëm ligji i dekriminalizimit i kapi gati një bandë kriminale në parlament Edi Ramës. Deputet, ju e mbani mend që edhe me pranga kanë ngritur votën për reformën drejtësi nga dhuna. Dhe kjo marrëveshje, kjo kontratë politik, dhe kjo nuk është vetëm Edi Ramës, Edi Rama e trashëgoi, po e sofistikoi. Kjo kontratë e politikës me krimin, që më vonë u bë krimi organizuar dhe me shpejtësi u bë dhe biznes, madje dhe biznes i madh, kjo është një kontratë e cila ka funksionuar gjithmonë, rinovohet para zgjedhjeve, pas zgjedhjeve e tjerë, sepse është cikli i mbajtjes së pushtetit, të pasurisë edhe i rikthimit. Kjo kontratë është duke u prishur. Vetëm fal ndërkombëtarëve, sepse janë identifikuar aktorët e tjerë. Dhe unë mund t'ju them, si gazetari vitër që kam lëvruar kronikën, mund t'ju them që Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por dhe Gjermanisë, hap klapat këtu, nuk ka bërë ndonjëherë vaki që ministri i jashtëm i Gjermanisë të vi me avion special në Rinas, të takoj gjysmore apo treqerekore homologen Spiropalin dhe të shkoj të rrit 2 orë në Spak. Ç'pun ka ministri i jashtëm i Gjermanisë që është në prag lufte dhe po mobilizojnë edhe të rinjtë vet të verë të rinë në Spak, sepse është kthyer situata e marrëdhënies së kësaj kontrate politik shtet në Shqipëri dhe krimi organizuar i maskuar dhe që shpërlaret në përbirje biznesit është kthyer në geopolitik, është kthyer në geostrategji. Dhe rasti Balluku është rasti më tipik dhe është, unë e kam thënë me atë shprehje popullore, është huri ku ngeli Edi Rama. Por është simbolike kjo në këtë kuptim. Është vija e kuqe që Edi Rama nuk e kalon dot. Nuk është i lirë ta kaloj dot. Nuk ka leje ta kaloj dot. As ta menaxhoj, as të mbajë omertën, më dhe tani kjo klasë politike. Elitat, kastat, majtas djathtas të kësaj politike kanë zgjedhur rrugën e përballjes. Kanë zgjedhur rrugën e përballjes. Nëse e dekripton mesazhin për ditën e pavarësisë sekretarit të shtetit Rubio, ka 2 fjalë kyç. Një fjalë kyç janë organizatat ndërkombëtare kriminale dhe fjala kyç tjetër është SPAK, GKK, institucionet ligjzbatuese. Besoj se ka fjalën për prokurorit që si di njëri që ekziston. Këto janë 2 pikat kyçe. Këto janë 2 pikat që i kujtojnë kryeministrit, kryetarit të opozitës. Urdhra? Nuk duke as pikërisht pra, po s'është era e parë. Që të zgjedhjet si ishte urim. Domethënë, komunikojmë vetëm me popullin shqiptar dhe aty as nuk zihen gojë qeveria. Kështu që unë mendoj që tani Shqipëria tani ka rënë në një kurth. Unë shikoj që dhe Sali Berisha dhe Edi Rama me kasat e tyre kanë vendosur ta çojnë luftën deri në fund. Edi Rama është në një fazë që mund... Pra peshqit e mëdhenj do bëhen bashkë për të shyer rrjetën që bën vetë. Për kësaj. Unë i uroj që ta bëjnë këtë gjë dhe të ketë një përplasje finale që të shpëtojmë gjithë dhe gjithë kjo situatë për mendimin tim ka në thonjza ka vetëm një zgjidhje në këtë moment që e shikojmë ne, politike. Sepse po flasim për partitë vogla e tjera, po këta e kanë kalsifikuar, këta me votë sikin, këta nga partia sikin, këta me asnjë lloj mënyre nuk ikin. Këtu Shqipëria ka nevojë për një EULEX. Një EULEX. EULEX nuk do thot tipik si në Kosovë pas lufte, po një EULEX tranzistor, teknik, me njerëz gjitha i monitoruar nga tërkombëtarët për të bërë këto gjëra. Çlirimin e votës me reformat e tjera, konsolidimin dhe një garanci absolute që të ecë përpara drejtësisë sa eskavatori ta pastroj fushën dhe të lulëzoj demokracia siç duhet. Okej, një koment shumë të shkurtër dhe zoti nga zoti Burimi për ta mbyllur emisionin. Zoti Burimi? Shumë shkurt se kemi kaluar çdo limit. Jam shumë dakord me diagnozën, po jam pesimist për vazhdimin, edhe me profesionin e FD-s, edhe me poli fundfare, sepse harrohet elementi gjeostrategjik. Mund ta sillësh Oleksin ti poli, po ato miqësi që ka Rama me arabët, me Tony Blair që është sot mik i ngushtë me Trumpin, me zonjën Meloni që do kampet. Çfarë bën? Sot këta, mungoke ju e ke do të shej, ky naivitet sot që donin të prek në kombëtarët. Rama është produkt
Për çështjen e drejtësisë, zoti Burimi. Dhe po mbaroj këtu, intervista e madhe që dha zonja Kos në mediat franceze, erdhi në Francë dhe toku parlamentarët. Dhe Mondoti thoshte, e dim që janë korruptuar këto vende. Po e dini sa është Shqipëria tha? Është sa Roma. E dini sa është Malizi tha? Është sa Toulouse e Francës. Do të thënë që e dim e korruptuar, po i mbajmë se na interesojnë. Por nuk presion mbi të kombëtar. Okej. Rama zbie kur? Zoti Burimi, për pyetjen që ju bëra, keni e mbron zonja Meloni. Ju lutem, për çështjen e zonjës Balluku dhe reagimit të zotit Rama dhe kundër reagimit të zotit Berisha, keni një mendim? Jo, sa që diagnoza është komplet dhe një smar shembull nga Ukraina e hoqë ky pse nuk ka që asgjë më tepër. Ky nuk. Çfarë referoni shembullin që solli zoti Krasniqi? Nuk pres nga Rama dhe një herë nuk pres nga Rama, pres nga ndërkombëtarët, pres nga drejtësia të zbatoj me zonjën Balluku, atë që bëri me Velian, atë që bëri me Berishën, me Metën, ta arrestonte. Faleminderit zoti Burimi, zoti Krasniqi ju falenderoj shumë. Zoti Shehi, shumë faleminderit për prezencën dhe mesazhet që ndan, Lisandër shumë faleminderit, kënaqësi, Poli gjithmonë kënaqësi. Nderuar shikues, jemi në fund programit, pas pak vjen emisioni Rreth e Qark me Xhevaji Qardakun, më tej do jeni me edicionin informativ të lajmeve. Nga Una Dradalli, natën e mirë dhe mirë takofshim mbrëmjen nesër. Natën.